jam i thare asaj që ne e kemi si obligim se cili individ me a kthy të mirat natyrës gjatë verës, ka qenë kjo verë shumë e thatë. Kemi ujit shumë shpesh, më dalë kom ujit, edhe ka fëmijë të cilët vullnetarisht kanë ardhur dhe kanë thonë që unë po du sonte me ujit. Në zemër të një kompleksi banesor në Mitrovic, prej 2 vitesh ka marrë jetë një nismë me pasakont, e cila po jep qytetit një frymë të re gjelbrimi. Pas kopshtit urban, qëndron Arta i Bishe Qitaku, aktiviste shoqërisë civile, ambientaliste, nënë e 2 fëmijëve dhe një grua që ka zgjedhur të veprojë konkretisht për ta bërë mjedisin e përbashkët më të bukur dhe më të gjallë. Me një qetësi të natyrshme dhe një energji pozitive, ajo ndërthur në përditshmëri këto vlera në një përkushtim të sinqert ndaj njerëzve përreth saj. Muj me thonë që në Mitrovic jetohet mirë, edhe është një vend i këndshëm ku ka laramani të bukurisë natyrore, edhe ka resurse të mëdha që thash natyrore, malore, ujore, gjithat i ka si përparësi, po mbi gjitha është që njerëzit i ka të relaksuar. Unë jam i thare asaj që ne e kemi si obligim se cili individ me a kthy të mirat natyrës, me ato të mirat të cilat na jep neve, se unë jam në harmoni me natyrën, besoj dhe kam dëshirë me qenë në harmoni me natyrën, se i du gjanat e gjalla, edhe shpresoj që kontributi jem ka me qenë më afatgjatë dhe mendoj që kjo është veç nisma e asaj çka unë muj me bo dhe muj me jep. E rritur pra natyrës, në një familje ku dashuria për shtazët dhe bimet kultivohej që në fëmijëri, Arta ka mbjellur ndjenjen e përgjegjësisë ndaj mjedisit. Unë jam fëmijë që më rrit në shtëpi, edhe kom pas fatin me qenë e rrethume me shtazë të ndryshme, kemi pas maca, qenë, lepuroshe, këto krijesa që ka dhënë Zoti. Edhe në fati që babi im ka qenë një njeri që ka pas dëshirë me na jep neve mundësi që me dëshmu që muj me bo diçka secili për vete. E kemi pas një kopsht vogël, edhe ai çdo pranverë na ka detyru me shku me mbjell ato, shkoj ke bli karpagjiken, edhe secilit na caktoi ke nga një pjesë ku kemi më kujdes. Kemi pas edhe kopshtin me lule. Ndoshta atëherë ka qenë ajo koha ku babi në atë mënyrë ma ka mbjell këtë dashurinë për natyrën. Për të, kjo nismë është më shumë se një hapësirë me lule e pemë. Është një nismë praktike për të parë se sa mund të kultivohet ndjenja e mirëmbajtjes dhe përgjegjësisë kolektive në komunitet. Unë jam aktive në shumë lami, mirë po mjedisin e kam diçka më për zemër, ku ka 2 vite tash që në këtë hapësirën ku jemi tash e kemi një kopsht urban, të cilin është një koncept që te na nuk ka qenë përpara, se secili prej nesh kemi jetuar në shtëpi, kemi pas kopshtin privat. Ky koncepti kopshtit urban më ka pëlqyer shumë edhe më një herë kom përqafur. Na si shoqëri mirëmbajtje nuk e kemi shumë të instaluar në kopën tonë, edhe unë i kom thonë vetës e kom filluar si eksperiment social, se sa mundemi ne me bashkëjetu me të bukurën, edhe ky koncepti të bukurës variron për njerëzve, mirë për mu bukuri është natyra, edhe jam përkushtuar që sa më shumë me mbjell, lule të ndryshme, edhe fati i madh që ka organizata aktive që janë në Mitrovic, edhe një projekt të cilin e ka realizuar Shtatë Arte me arkitektët e ri, e kanë realizuar këtë konceptin e kopshtit urban pakës ma sistemu. Përmes shembullit të saj, kopshti urban është bërë një hapësirë që lidh njerëzit dhe nxit bashkëpunimin. Gjatë verës ka qenë kjo verë shumë e thatë, kemi ujit shumë shpesh, më dalë kom ujit, edhe ka fëmijë të cilët vullnetarisht kanë ardhur dhe kanë thonë që unë po du sonte me ujit. Mandi kemi edhe banorë të cilët kanë kontribuar ose me financiarisht, kanë kontribuar me mjete financiare, dikush ka dalë edhe vetë, ka mbjell ose ka vendosur diçka tjetër. Do me thonë, unë mendoj që pakës ky shpirt i komunitetit në këtë lagjën ku banojmë na ka filluar me u kultivu. Çdo cep i kopshtit bar gjurmën e punës së saj të përditshme dhe të dashurisë për natyrën. Kemi pas domate, speca, magdanos, karota, rukolla, mandja ato repa e kuqe, do të thonë çdo perime të cilat mundesh çdo ditë mi përdorë, dhe është kënaqësi kur për shembull unë vi prej punës edhe më ha domate, marr domate ose marr një karotë edhe vendosim me marrë një sallatë me rukollën ose me çka do. Ktu kom mbjell shimshira të ndryshëm, lloje të ndryshme të luleve, e kam edhe një dhuratë që më ka ardhur prej Pejës, është një banane, se unë nuk e kam ditë që në Mitrovic mundesh me rrit banane, kështu si trup. Edhe ato e kam, kemi mbjell fiqa, kemi mbjell dud, molla, qërshi, kumbull, janë disa pemë të cilat mezi po presim me pa që
po e marrim veten në këtë ambient edhe shpresojmë që do t'i korrim edhe frutet me tyne. Duhet shumë kohë, duhet shumë përkushtim, angazhim edhe mbi gjitha vendosmëri edhe qëndrueshmëri. Edhe besoj që ka me qenë edhe ma bukur se që është. Arta na rikujton se ndryshimet e vogla kur bëhen me zemër mund të sjellin transformime të mëdha. E unë mundohem me këto shprehit e vogla, mi bo shprehit përditshme, edhe ato mandi me qenë pjesë se do me thonë çka ti mendon e realizon. Në momentin që ti mendimin që e merr, çfarë do qoftë edhe unë me njoftë me atë mendimin pozitiv e kam si koncept, edhe kur ai mendimi bëhet veprim, mas një dikur bëhet edhe shprehim, andaj ti mundesh me qenë edhe dobishme, jo vetëm për vete si individ, po edhe për familjen, edhe për rrethin ku jeton. Kopshti i saj është shembull se frymëzimi nuk qëndron te projektet e mëdha, por te njerëzit që besojnë se ndryshimi fillon aty ku jetojnë.